Në qytetin e Fierit, aty ku arti ka qenë gjithmonë pjesë e traditës kulturore, shkolla artistike Jakov Xoxa ka marrë një tjetër dimension. Investimet i kanë transformuar mjediset e këtij liceu duke krijuar kushte më të mira për formimin e artistëve të rinj. Arti kërkon talent, por edhe hapësira ku ai të rritet e të zhvillohet, të cilat kanë rëndësi të veçantë, ka thënë drejtori i shkollës Andi Bakiaj. Sipas tij, rekonstruksioni i ambienteve të shkollës artistike rajonale Jakov Xoxa në Fier, disa vite më parë, ka krijuar kushte më të mira për formimin e artistëve të ardhshëm, ndërkohë që investimet e realizuara kanë përmirësuar ndjeshëm infrastrukturën, duke krijuar ambiente më të përshtatshme për zhvillimin e procesit mësimor dhe aktivitetit artistik. Sot shkolla funksionon në 3 ndërtesa të veçanta, ku zhvillohen lëndët e formimit të përgjithshëm, dega e muzikës, artet figurative dhe baleti, ka theksuar kreu i stafit mësimor Zoti Bakiaj. Sipas drejtuesit të institucionit, këto investime kanë sjellë ndryshime të rëndësishme në përditshmërinë e nxënësve dhe mësuesve, duke ndikuar drejt për drejt në rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe përgatitjen profesionale të të rinjve që ndjekin rrugën e artit. Në shkollën artistike Jakov Xoxa në Fier. Në shkollën tonë është bërë një rekonstruksion total, ku pushteti mendon ka investuar goxha, domethënë në shkollën tonë. Ka mundësuar që, edhe pse ne kishim godinat, njëna godina ka qenë në funksion të ish konviktit, është kthyer në funksion të shkollës tashmë dhe është bërë godinë për arte figurative dhe shkolla ka ndar funksionet e saj. Në të gjitha degët kanë godinat e veta. Përveç saj është investuar në godinën e re, që është godina e klasë koreografisë, do një palestër që është shtuar në shkollë për të zhvilluar mësimin në klasë koreografisë. Dhe kjo na ka mundësuar që të gjithë llojet e zhanreve që kemi ne këtu të zhvillojnë në laboratoret e veta, domethënë mësimin si mësimdhënien si dhe mësimdhënien e nxënësve. Edhe klasa praktik domethënë për studimet që ata kryejnë. Sa dhe si ka ndikuar këto investime për përmirësimin e kushteve që u thatë në rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe përgatitjes së nxënësve? Në momentin që çdo specialitet ka mundësi të punojë pavarur dhe mos ketë ndërhyrje nga fushat e tjera, atëherë automatikisht cilësia rritet e pjesës së mësimdhënies dhe mësimdhënies, normalisht sepse krijon kushte më të mira për të përqafuar, domethënë, këto kushte. Cilat janë ndërhimet kryesore që ofron shkolla artistike Jakov Xoxa në Fier për të rinjt? Shkolla jonë, në krahasim me gjithë shkollat artistike në Shqipëri, ka një veçanti që përveç degëve që kemi ne muzikë, arte figurative, është dega e koreografisë, domethënë e baletit, që ne e kemi të integruar që në vitin 2016 në shkollën tonë. A ka interes nga të rinjt për të regjistruar në shkollën tuaj? Duke parë trendet ose atë matësin që ne kemi të përvitshëm, numri duke parë dhe shkollat që kemi rreth e qark, por edhe shkollat më gjerë artistike që kemi në rrethet e tjera, domethënë që kemi të gjashme, shkolla jonë ka mbajtur një qëndrueshmëri të nxënësve, por dhe ka pasur edhe rritje të pakta, domethënë vjet për shembull ne kishim gati 25 nxënës më shumë nga një vit më parë. Si vjet prap kishim rritje të konsiderueshme në numrin e nxënësve. Kemi dhe shumë që duan të vinë në shkollën tonë, nga shkolla nëntëveçare që na rrethojnë. A ka arritur shkolla artistike Jakov Xoxa në Fier të përfaqësohet denjësisht dhe me sukses në aktivitetet kulturore, artistike të tjerë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar? Po, nxënësit e shkollës tonë marrin pjesë në konkurset kombëtare që zhvillohen, ndërkombëtare që zhvillohen. Një nga konkurset mund ta quajmë kombëtar që ka bërë risi Bashkia Fier është kërcimi i dashurisë, ku shkolla jonë u përfaqësua nga nxënësit e saj dhe fitoi 2 çmime. Domethënë si koreografia më e mirë edhe kërcimi më i mirë. Sa e rëndësishme është mbështetja institucionale për zhvillimin e arsimit artistik në një qytet siç është Fieri? Është shumë e rëndësishme. Ne qeveria ka hapur një thirrje për të aplikuar për shkollat artistike për të bërë me status kombëtar, një gjë që je frymëmarrje shumë shkollave artistike. Ajo mundson që ne të jemi të pavarur, të kemi mundësi të titim fonde nga punët tona, sepse ne jemi shkollë që krijojmë, mund marrim pjesë ose mund të krijojmë akante të ndryshme, kemi projekte të ndryshme ku mund të marrim pjesë që të përfitojmë fonde që nxënësit të kenë shumë mjete didaktike,
të kemë mundësi të shpalosin vlerët e tyre edhe jashtë vendit, ne nuk kam mundësi do të gjë, sepse nuk kemi momentalisht fonde, por në momentin që ne fillojmë krejmë pavarësinë tonë, atëherë kjo gjë ne na ndihmon shumë për zhvillimin dhe promovimin e shkollës më gjerë. Faleminderit, sukses. Faleminderit juve. Shkolla artistike e Fierit tërheq interesin e të rinjve, janë shprehur nxënësit. Përveç nxënësit, studimi në një shkollë artistike është një mundësi për të zhvilluar talentin dhe për të ndjekur ëndrat e tyre në muzikë, arte figurative apo balet. Ambientet e reja dhe kushtet e mira i ndihmojnë ata për të zhvilluar talentin dhe për të arritur synimet e tyre në botën e artit. Piktura është mënyra ime për të shprehur emocionet e mia dhe idetë e mia në atë deg. Për mua të jem nxënëse e shkollës Jakov Xoca është një mundësi shumë e veçantë për të zhvilluar aftësitë e mia dhe kreativitetin në pikturë. Kushtet bashkëkohore ndikojnë shumë në zhvillimin e talentit tim në pikturë, pasi sot kemi shumë mundësi të mësojmë për artistë të ndryshëm nga interneti dhe të frymëzohemi nga ata. Ndihmojnë të eksperimentojmë ne me teknika të reja dhe të mësojmë sa më shumë rreth pikturës. Gjithashtu mbështetja dhe udhëzimi i mësuesve tanë na ndihmon ne të përmirësohemi më shumë. Drejtori i Shkollës Artistike Jakov Xoca, zoti Bakiaj, stafi mësimor punon në zhvillimin e talentit të nxënësve, ndërsa brezi i ri që po rritet në këtë shkollë po shfaq potencial të dukshëm në fusha të ndryshme të artit. Nxënësit e Liceut Artistik Jakov Xoca në Fier janë përfaqësuar me sukses në aktivitete dhe konkurse të ndryshme artistike në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Brezi i ri muzikantëve, piktorëve dhe balerinëve po hedh sot hapat e parë drejt ëndrave të mëdha në botën e artit, ka theksuar për drejtorin e Shkollës Artistike Jakov Xoca, Andi Bakiaj, për televizionin Apollon.